Inspektorati i Tregut dhe qeveria përmes faturave shohin se disa markete rrisin çmimet e frutave, perimeve dhe produkteve të tjera ushqimore pa lidhje me tregun. Por derisa të gjendet dikush që ta denoncojë shkeljen e ligjit për parandalimin e praktikave të padrejta tregtare, marketet do të mund të rregullojnë çmimet për të fituar sa më shumë që në fund e paguajnë drejt për drejt qytetarët. За жал, до овој момент имаме само индици и никој не сака да посведочи. Кога би посведочил, ќе не биде нас многу поедноставно во делот на истрагата. Затоа јас апелирам до сите трговци, до сите производители, оваа нефер трговска пракса, која што ја прават дел од маркетите, преку одредени маркетинг услуги, истражување на пазарот и слично, да наплаќаат некакви маргини, кои што потоа на крајот од денот граѓаните преку цените на производите ги плаќаат. Ги повикувам, ве молам, помогнете за да помогнеме. Mickovski thot se në terren kanë dalë Inspektorati Shtetëror i Tregut dhe Komisioni për Mbrojtjen e Konkurrencës me kontrolle të përforcuara. Sipas kryeministrit, gjoba simbolike prej 50.000 eurove për 4 marketet për bashkim në kartel është paraemrim për ta dhe thot se gjatë muajve të ardhshëm do të kontrollojnë më fuqishëm këto markete dhe nëse nuk përmirësohen do të merren masa serioze. Nuk paralajmëroi masa të reja për uljen e inflacionit. Но било каков интервенционизам ќе значи само префрлање во другите месеци. Тоа нема да искуството тоа го покаже. Да, може тој месец ќе имаме поевтина цена на артиклите, но трговците тоа потоа го пренесуваат во следните месеци и на крај нето повисока е цената што ја плаќаат граѓаните. Sipas endit shtetëror të statistikave, në nëntor inflacioni bazik, pra ai inflacion ku nuk përfshihen çmimet e energjisë dhe ushqimit, pas uljes 2 mujore pati një rritje të vogël prej 0,4%, që tregon se ende ka presione sistemike mbi rritjen e çmimeve.